Një akuzë e rëndë që prek drejt për drejt Shqipërinë vjen nga Mali i Zi. Kryeministri malazez Milojko Spajić ka deklaruar se shërbimet disponojnë informacione serioze operative për një sulm hibrid të koordinuar, ku sipas tij janë përfshirë zyrtarë të paktën 2 vendeve të rajonit. Spajić nuk i përmendi publikisht shtetet, por gazeta e njohur malazeze Vijesti zbulon, duke ju referuar disa burimeve se 2 vendet për të cilat flet kryeministri janë Shqipëria dhe Serbia. Sipas Spajić, operacioni pritet të shoqërojë mbylljen e kapitujve të rinj të negociatave të Malit të Zi me Bashkimin Evropian dhe synon destabilizimin e vendit. Kemi informacione serioze operative të sigurisë se mbyllja e paralajmëruar e kapitujve të rinj të negociatave do të shoqërohet me veprimtari hibride të koordinuar në të cilën janë përfshirë zyrtarë të paktën 2 shteteve të rajonit. Sipas informacioneve tona, aktivitetet të tilla kanë për qëllim destabilizimin e Malit të Zi me mbështetjen e pritshme të disa aktorëve politik dhe një pjesë të skenës mediatike në vendin tonë, deklaroi Spajić. Pra akuza nuk drejtohet thjesht ndaj aktorëve anonim apo grupeve të interesit. Kryeministri malazez flet shprehimisht për zyrtarë të 2 shteteve të rajonit, ndërsa Vijesti identifikon Shqipërinë dhe Serbinë si vendet që ai kishte parasysh. Sipas të njëjtit raportim, informacioni se bëhet fjalë për Tiranën dhe Beogradin është konfirmuar për gazetën nga disa burime, ndonse deri tani nuk janë bërë publike emrat e zyrtarëve të dyshuar si të përfshirë. Spajić e lidh drejt për drejt operacionin me avancimin e Malit të Zi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke paralajmëruar se Podgorica është në djeni të asaj që po përgatitet. Ne i dim këto synime dhe jemi të vetëdijshëm për qëllimin e tyre. Përpjekjet për destabilizim nuk do ta ndryshojnë kursin ton dhe as do ta ndalin rrugën europiane të Malit të Zi, e cila është më e madhe se interesi ditor i cilisdo strukturë politike, deklaroi kryeministri malazez. Nuk dihet se për çfarë sulmesh e ka fjalën kryeministri, por e sigurt është që të tilla deklarata pritet të rrisin tensionin në rajon. Nga ana tjetër, mediat flasin për bashkëpunim Shqipëri-Serbi, që e bën akoma më të rëndë situatën. Mbetet të shihet nëse ka diçka serioze apo është shashka e radhës.